Po shka me bo, po të reja me shka me bo. A tu dok mirë? A po të qefa? A zotën bashkësishit. Po shka me bo. S'ke pos qefa? Vallaj, po shka me bo. E pse baca, ke pos që me marrë nusën djali këto, a? Kësajde. Po nga ka kalzune për mjetë telefona. Edhe ju qef nuk pat? Pa i vallaj qef. Qef, s'patëm po, i ra ma mirë. Pasha zëtë ma mirë dalë ajo, si këtu të unat. Ma mirë gjërmoka se me pas marrë nusë këto, a? Këtu mujtë vallaj. Cëllë puna se i shkon në orë zotit e rabi mirë. Na në rënë në krejtë. A dina e është që baca, ka mësu gjuhen? E kam su pak. E kam su. A vjen këtu shpesh djali me nusë tani? Alo, po, a i modhi, po. Që këtë që e konë gjërmok nusë? Jo, kjo djali, po, më karë për sele të re, se thash pare. E nusja? E nusja, alo, jo. Su konë halon kësu? Alo. Vish me telefon këni? Vesh me telefon, e si vjetë, më ndoj se vjenë. A i ka mësu aja tradita tona? Pa jo, Allah, ta më mirë, jo pash mirë. A di me bu flije, me bu... Po, tanë a i bënë. Bas se që djemë të kanë edhe fmi. Po, i modhi treti. Bas, a i dënë ma shumë nipat, a djemë të tutash? Jo, vallaj, nipate. Se bas kështu? Ma dashtën jenë djemë e djallit kanë thonë. Se djemë të... Ma dashtën. A i thot se të rinjët po bëjnë mirë që po iken, pasi Kosova nuk i plotëson kushtet për jetesë. Baca, po na kalzon pak për odat, qysh janë kohën atëherë, qysh kanë funksionu? Odat janë kanë mija. Odat janë kanë mija. Se u bëjke dasmja, pritje, në tane, janë kanë mija më shëret. Me defa, me tupana, me sula, me shkojshin e mashinusën e mirë. Ta është e për i bojnë në hotele. Dorës në të pëtu janë bëha kërë ma mirë se tasha? Pa i vallaj, ma mirë tashti. Se ma mirë tasha? Se atër, atër i konë ma pa hajzime, tash me hajzime dhe... Se u bëjke dasmja 3 ditë e 3 net. Shtunën, dilën, tek të hanën. Ta është e vishë, si që qikën si martove, një ditë, mos ka. S'ta me qatë nusë. Baca atëherë, kur kam bëha dhe konak? Po, Apo më kalzon pak qysh është ku puna e konaku, qysh ka arë dikosh me lyp konak? qaj se konë lërgë, fleke 2-3 net. Unë e kom pas një bërbëtim për i bëbavecit. A i ko vike shazetën një javë ditë për parë vike. E dhe i sa... A ju vike mërzi juve? Jo, mërë shfatë mërzije, na kishim qefë. Ta shi kanë bo kjerët, vjen 5 dakika, se sheme në sy. E pse bas thash, qështo musafirët kur vinë vish 10-15 minuta dhe ecën? Pa i vinë, Ta mërmenja? ta ma me menja si më rinë pak e hecin, shkujnë. Baca po më kalzon pak edhe për rini në sudi që po ikin e po dalin jashtë. Pa i vallahi, mirë se kanë hiqë, pa shka me bo rroga pak. Unë i masha që të në shkollim konë, i masha 200 eva. I masha mirë se më konë rruje shkollës. Që një 2 vjetë atëri më dalë benzion kush janë. Benzion 100 eva. Vallahi as mu, as nonën, as grunë teme, koka si dalin. Visi e kam edhe trusi, po më një bën kapak. Ne kanë parësi dërtare, kuj nuk konë shkollë, që një 2 vjetë atëri, tonë asimtarët i kanë morë në 3 jo. Sa ju 3 jo? Ala dalë, as di gjanë, pështjellema.
komuni kanë pasun komune. Atëherë, që është në? Baca thu pse po shkojnë të rritit jashtë? Po i vallaj, Arsi s'po ka puna, Val- polak mujnë me dojnë. vallaj edhe s'pa ka punë, edhe polak mojnë edhe s'pa ka punë. E kush i ka fajet që nuk po munën këta muratu me punën, s'po gjojnë punën? Po i vallaj, s'pa di kush ma thonë. Kush po ta merr menja ty? Pasha zote, s'pa di kush. A ishdosh me bo qeveria ma shumë për ta, mi ju që i venet punën? Po i po vallaj, mirë për din. Pa punë, pa sen. Unë tash e djali edhe se jetë e kam, a muna me hi dikon puna jo. E a menën që këta kur shkojnë tani kthehen mas do vjetëve me jetu në Kosovë? Vallaj, s'ma me menem. Pse sa merr menja? Se jeta abo shtirë këtu. Abo shtirë jeta këtu. A kishe pas të qef më kthy këta që janë shku? Pa i kom pas qef, me hinë punë, mi pas rograt e mira. Po, Bas me të pas ngu djem të tu, a ishin dal jashtë? vallaj më paniku. I kisha thonë shkoni. Shka për ma të zanë mu, krejt, të u kësha kom, asi gjithë si këtej si kom. Shka me bon? Po i vallaj jem konë shkollë që tu, që shikom rritë, deshe dathën, vohë për i zetë zotit. Është bërë e zakonshme që shqiptarët të lidhin kuror me vajza e djem të huaj, edhe bacësyll djali u martua me një vajzë nga Gjermania, e që si baba nuk u ndje as pak i kënaqur. Bas që shtu do këty kur të martu djali me Gjermank? Po shka me bo, ma, po të rejem, shka me bo. A tu dok mirë? A Po, po të qefa? Ta zotën bashkësishit, po shka me bo. S'ke pas qefa? Vallaj, po shka me bo. E pse baca ke pas që me marrë nusën djali këto, a? Kësajde, po nga ka kalzune për mjetë telefona. Edhe ju qef nuk pat? Pa i vallaj qef, s'patëm po, i ra ma mirë. Pasha zëtë ma mirë dalë ajo, si këtu të unat. Me mirë Gjermanka se me pas marrë nusë këto, a? Këtu mujtë vallaj. Cëllë puna se i shkon nërë zotit e rabi mirë. Na në rënë në krejtë. A din ajo shqe baca, kam su gjuhen? E kam su pak. E kam su. A vjen këtu shpesh djali me nusë tani? Alo, po, a i modhi, po. Që këtë që e konë Gjermank nusë? Jo, kjo djali, po, më karë për sele 3, se thasht, pare. E nusja? E nusja alo, jo. Su konë halon kësu? Alo. Vesh me telefon keni? Vesh me telefon, e si vjetë, më ndoj se vjenë. A i kam su aja tradita tona? Po jo, Allah, ta më mirë, jo pash mirë. A di me buflije, me Po, buflije? tanë i bënë. Bas se që djemë kanë edhe fmi. Po, i modhi 3. Bas, a i dënë ma shumë nipat a djemë të tutash? Jo, Allah, një pate. Se bas, që? Ma dashtën vjen djem e djallit kanë thonë, se djem të ma dashtën. A i thot se të rinjët po bëjnë mirë që po iken, pasi Kosova nuk i plotson kushtet për jetesë.